Përshëndetje zot Kryeziu. Përshëndetje edhe për ju. A keni emocione të veçanta sot në këtë ditë? Po kemi emocione të veçanta të cilat janë të papërshkruar. Çka ju lidh dhe çka ju lidh? Ju keni pas ftesë veçantë vini këtu, po ma trego lidhjen që keni nga fillimet tani tutje. Po të flasim nga fillimet, është histori bukur e gjatë, edhe është bukur e largët, pasi vi nga familja Kryezive dhe gjithmonë kemi pas kam lind familjen e Kryezive. Kam pas fatin me lindë dhe jam shumë krenar për këtë punë. Dhe pse vim edhe kem ftesat veçanta dhe pse dalim gjithmonë edhe mbajmë me fanatizëm atë dashurinë është sepse edhe shpata e të Skënderbeut ishte po nga familja Kryezive, po nga Principata Kryezive, e cila ju bashkua në themelimin e shtetit të Arbërit, në atë kohë nga Stefan Kryeziu, i cili ishte martuar me motrën e Gjergj Kastriotit, Mara Kastrioti, dhe kështu vit pas viti, vjet pas vjetit, gjithmonë kemi qenë në mbrojtje të atë dhejët. Po si që kemi më shumë se 600 vjetë që jemi duke luftu për liri, për mbrojtjen e të drejtave tona themeltare, elementare, për të jetu të lirë në trojet tona arbërore. Gjithçka që ka të bëjë me Skënderbeun dhe angazhimin e tij luftën që ka bërë, gjithçka me idealizmin e tij, ju keni organizuar dhe pritet të organizoni edhe gjatë këtij viti. Kemi organizuar rregullisht, si familje gjithmonë ja kemi festuar ditëlindjen Gjergj Kastriotit në shtëpi. Gjithmonë e kemi festuar edhe ditëlindjen e Gjergj Kastriotit, edhe 28 nëntorin e parë, 28 nëntorin e dytë, pasi që të dyjat janë me një datë dhe e kemi pas edhe gëzimin e madh në shtëpi, sepse edhe vllai i madh Arbeni e ka pas edhe ka ditëlindje me 28 nëntor. Jo rastisht po ndodhë të lidhja, apo jo? E ka qenë fat, ka qenë fat, po je mundu edhe në ato kushtet të rana të cilat ka qenë me festu ditëlindjen e gjithmonë kemi thonë s'pe festojmë 28 nëntorin, po ditëlindjen e vllaut. Sepse kemi qenë të përndjegur rregullisht prej regjimit serb, edhe më herët kur kemi dalë nga fshati Kryezi në Gjakov, familja jonë lidhet prap me vrasjen e sultanit të fundit, Maxar Pashës, edhe kështu pastaj rregullisht.